Autori, Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, thot i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Thot Sheikhul Islam rahimahullah, dije Allahu të mëshiroft, se ne duhet e kemi obligim të mësojmë 4 mesele, 4 çështje. Dije, i'lam. Kjo është prej formave e mësimdhënies. Prej formave më ja marr vëmendjen nxënësve. Kur i drejtohet shejhu, mësuesi, i'lam, dije. Tash duhet ti të jesh të zgjuar dhe të dëgjosh me vëmendje. Çka do të thotë ai tash? Çka do më përcjell ai mua tash? Çka do më shpjegojnë ai mua tash? I'lam, dije. Jo hamendu, jo iluzio, jo fantazo, i'lam, dije. Me dije të sigurt. Me dije të sigurt. Se Sheikh Uthaymin rahimullah thot, el-ilmu, çka është dituria? El-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Dituria quhet kapja e diçka, e një sendit, në atë mënyrë si që është ajo. Si që përputhen me realitetin. Kjo është dituri, quhet dituri. Ta kapish një gjë, ta imagjinojsh një gjë ashtu si që është ajo në realitet. Kjo quhet dituri. Por ka maratibul idrak, shkallat e kapjes, e imagjinimit, thot Sheikhu Uthaymin, janë 6. Se të disa njerëz janë vetëm një. Ai kretë llogaris dituri. A është iluzion, a është hamendje, a është dyshim, ai thot dituri është në kam. Thot Sheikh Uthaymin rahimullah, për shkalla e parë është el-ilm, dituria, siç e përmendëm në definicionin e saj. Shkalla e dytë është el-jahlul basit, ignoranca e thjesht. Ignoranca e thjesht që ti do më thonë, në tërsi nuk ke asnjë farë njohje për diçka. Pastaj shkalla e tretë, el-jahlul murakkab, ignoranca përbërëse, që njeriu, thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, e kap një send, një diçka, por jo në realitetin e asaj si që është ajo. Do thonë, ai ka diçka, ka kap, por jo në realitetin si që është ajo, si përputhet me realitetin, nuk është ashtu. Nëse ne këta gjëra, do më thonë, i shikojmë pak, i realizojmë, ishte fjala e bukur, elaborojmë këta çështje, do na dalin shumë, do më thonë, qartësia. Do na sqarohen shumë çështje. Se shumë njerëz po kanë jahl murakkab, ignorancë përbërëse, ai pretendon se dituri është ajo. Ai pretendon se është dituri e pastër, ka argumente. Kurse në fakt, kur e hap gojen, tregon domethënë se është vetëm ignorant i përbërës. Shkalla e 4, thot Sheikh Uthaymin rahimullah, el-wahmu. El-wahmu është iluzion. Është iluzion, domethënë nuk është ashtu çështja siç e mendon ai. Po e ka iluzuar ai, e ka imagjinuar në atë mënyrë domethënë të gabuar. Pastaj shkalla e 5 është e shek, domethënë dyshimi. Dhe shkalla e 6 është e dhann, me pas domethënë hamendja, me pas supozime. Po të disa njerëz edhe hamendjet edhe supozimet janë argumente. Ai plot hamendje, thotë jo argumente janë këta. Por Sheikh Rabia thoshte hafidhahullah, ana abghadillah. Se shumë njerëz kanë ardhur ke Sheikh Rabia me argumente të ashtu quajtura. Argumente të ashtu quajtura, që pretendojnë se në sytë e tyrve janë argumente. Kurse të dietari nuk vlen kjo. Dietari thot ana abghadillah. Ju keni shumë pretendime, i tha Sheikh Rabia Albanit.
i devijuar, i shkatruar, haddadi, muflis. Tha, ju keni shumë pretendime, po unë kërkoj argumente. Unë kërkoj argumente. Nuk është që ti i shkon shehut edhe ti e mendon se ai tjetri, dietarët duhen me gjiku ashtu si ne që duam. Jo, dietari gjikon sipas diturisë që e ka të bazuar mbi Kur'anin dhe Sunetin me kuptimin të selefut salih. As si që duam ne, as si që don ti. Por me dituri. Këta do më thonë 6 shkallët të kapjes të imagjinimit, siç e thot El-Allama Uthaymin rahimahullah.